Ju mundon lemza, ekspertët kanë një zgjidhje për këtë. Lemza është zakonisht një fenomen i padëmshëm dhe kalon brenda një kohe të shkurtër. Ka shumë më pak prova që tregojnë se lemza ka funksione të dobishme. Sipas studimeve, lemza mund të shfaqet edhe kur një i vogël është ende në barkun e nënës. Lemza gjatë kësaj faze mund të ndihmojë në zhvillimin dhe forcimin e muskujve të përfshirë në frymëmarrje. Në rastet kur lemza vazhdon për disa ditë ose javë, ajo mund të sinjalizojë probleme të thella shëndetësore, dhe për këtë është e rëndësishme të konsultoheni me një mjek. Të gjithë e dimë se sa e lodhshme dhe e bezdisshme mund të jetë lemza. Të shqetësuarit nga lemza tani mund të marrin frymë lehtë, pasi mund të bëjnë edhe një zgjidhje shumë të mirë në këto raste. Nxirrni frymën plotësisht, zbrazni mushkërit tuaja, merrni frymë thellë dhe mbani për disa sekonda. Përsëriteni këtë her pas here, edhe kështu do të keni një largim të menjëhershëm të lemzës.